Vijon procesi numërimit të votave në zgjedhjet e pjesshme lokale të 9 nëntorit të zhvilluara në 5 bashki të vendit, Berat, Sërrik, Tepelen, Vlorë dhe Mat. Në Vlorë, bashkia me pjesëmarrjen më të ulët në këto zgjedhje, prin kandidatja e Partisë Socialiste Brunilda Mersini, e ndjekur nga i pavaruri Dionis Sota, i mbështetur nga Partia Demokratike dhe më pas kandidati i pavarur Gjergj Nika. Në Berat avantazhin e mban kandidati i Partisë Socialiste Ervin Ceca, i ndjekur nga kandidati i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike Pavlo Shkarpa. Në Tepelen, ku për herë të parë po testohet edhe sistemi numërimit me inteligjencë artificiale, rezultatet paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tregojnë se kryeson kandidati socialist Gramoz Sako përballë kandidatit të pavarur Gabriel Guma. Në Cerrik kryeson gjithashtu kandidati socialist Florenc Doka, i ndjekur nga kandidati pavarur Amarildo Hoxha dhe kandidati i subjektit Shqipëria bëhet Eligert Hima. Ndërkohë në Mat kryeson kandidati socialist Altin Bojni, i ndjekur nga kandidatët e pavarur Eduard Brahilika dhe Suzana Pasha. Sipas të dhënave zyrtare të KQZ-s, pjesëmarrja totale në zgjedhjet e pjesshme ishte 18.42% e 334.539 qytetarëve me të drejtë vote në të 5 bashkit. Mati shënoi pjesëmarrjen më të lartë me 39.36%, e ndjekur nga Tepelena me 34.63%, Cerriku me 25%, Berati me 19.98%, ndërsa Vlora regjistroi nivelin më të ulët të pjesëmarrjes me vetëm 12.54%.